Dy projekt ligje të rëndësishme të qeverisë janë rikthyer sot në vëmendjen e Kuvendit të Kosovës pasi u dërguan për miratim në seancën plenare. Bëhet fjalë për projekt ligjin për çmime tavan dhe atë për sigurimet e detyrueshme shëndetësore, të cilat kishin marrë miratimin fillestar në kabinetin qeveritar javën e kaluar. Njohuesi i ekonomisë Jakub Bellaqa thotë se ligji për çmime tavan është shumë i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për vendin karshi rritjes së vazhdueshme të inflacionit. Shosje të domosdoshme e krijon një mirëqenie ekonomike sociale për arsye sepse ky projekt ligj është për çmimet elementare bazike, ku caktohet marrëza e fitimit për produktet elementare bazike dhe ushqimore, thjesht e kontrollon marrëzën e fitimit, ku përfshin përpos produkte elementare bazike edhe ato higjienike. Bellaqa gjithashtu shpreson që ky projekt ligj të miratohet sa më shpejt nga deputetët. Shpresoj që të miratohet sa më shpejt në Parlamentin e Kosovës, për arsye sepse çmimet duhet të jenë të kontrolluar, marrëzat duhet të jenë kontrolluar nga shteti, nga mekanizmat shtetëror. Realisht ky nuk është mekanizëm i tregit, por është mekanizëm rregullator që e rregullon thjesht tregun dhe rregullon çmimet e ofertës dhe kërkesës, sepse në këtë rast realisht në ekonominë e tregës formohen çmimet sipas ofertës dhe kërkesës, mirë, po marrëzën duhet ta kontrollojë shteti. E kur është fjala te përfitimet konkrete të këtij projekt ligji, njohuesi i ekonomisë Bellaqa shtoi se ato janë kontrolluese dhe implementuese. Përfitimet konkrete janë se këto do të ketë, nëse implementohet edhe do të ketë mekanizmat kontrollues dhe zbatues. Se ligji është mund me qenë shumë i mirë, por do të ketë mekanizma implementues dhe kontrolluese. Sepse për shembull, sikur po çdo dëgjoj dhe po shihet edhe në terren, thjesht ka produkte elementare që marrëza e fitimit është 100-200% më e lartë, për shembull, njëjtit produkt. Edhe gjithashtu edhe për çdo ditë ndryshon. Aty me ligj parashikohet se caktohet marrëza e fitimit, mundën me qenë sipas marrëza mesatare, për shembull, varësisht për vektorisë dhe për produktet, mund me qenë marrëza mesatare për shembull 15%, 20%, që kishte qenë më arsyeshëm, apo 10%, jo mbi 100% për shembull. Projekt ligji për çmime tavan i njohur si masë e përkohshme për produktet bazë në raste të destabilizimit të tregut, në vitin 2023 ishte shpallur i pavlefshëm nga gjykata kushtetuese e Kosovës.